Rritja e çmimeve të derivateve po edhe çmimeve bazë ushqimore si pasojë e luftrave në lindjen e mesme ka përplasur partitë politike në vendin ton. Si pasojë e kësaj, Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka paraqitur një projekt ligj për uljen e tatimit të vlerës së shtuar për karburantët me procedurë të shkurtuar. Deputetja Sanja Lukarevska ka deklaruar se qëllimi i këtij projekt ligji është mbrojtja e standardit të jetesës së qytetarëve dhe zbutja e presioneve inflacioniste. Ajo shtoi se ulja tatimit të vlerës së shtuar do të ndikojë direkt në shportën e konsumatorit dhe në nivelin e përgjithshëm të çmimeve, duke reduktuar efektet e rritjes së çmimeve të karburanteve mbi produktet e tjera. Propozojmë një ndryshim të ligjit për TVSH-n, që parashikon uljen e normës nga 18% në 5% për të gjitha llojet e benzinës dhe karburantet dizel. Kjo do t'i ndihmojë qytetarët të ruajnë standardin e tyre të jetesës. Kujtojmë se qeveria e Maqedonisë së Veriut vetëm ka marrë vendim për ulje të tatimit të vlerës së shtuar për derivatet nga 18 në 10%. Pas kritikave dhe ngritjes enorme të çmimeve, qeveria ka marrë vendim edhe për uljen e akcizës së naftës.